Aleatët e Partisë Demokratike nuk kanë vota, nuk kanë treguar relevancë elektorale dhe mendoj që nuk kanë ndonjë legjitimitet të madh në këtë proces. E para, e dyta, mendoj që fakti që dy nga individët, siç e thash, kryesorë, cilët shikoheshin si konkurrues në këtë garë elektorale, tashmë e kanë përjashtuar mundësinë që të jenë kandidat, mendoj që dërgoj një mesazh disfatizmi, edhe besoj që këtu shumë aktor politik brenda opozitës tashmë duket që vetë nuk kanë besim se mund të jenë konkurrues në zgjedhjet e pjesëme Bashkinë e Tiranës. Mendoj që ky nuk është një lajm i mirë për opozitën, por edhe për qytetarët në tërësi, sepse vim nga një qeverisje e gjatë e Partisë Socialiste dhe një dominim jashtëzakonisht i madh edhe në Tiranë, e cila është qendra politike e Shqipërisë, dhe mendoj që aty duhet fillonte ndoshta edhe ringritja e opozitës, edhe mobilizimi i saj për një sukses elektoral në zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme. Dhe mendoj që fakti që tashmë jemi në këtë moment ku duket sikur ka vështirësi për gjetur një emër konkurrues dhe tentohet më shumë të simulohet, të hidhet patate e nxehtë sa këndej andej, tregon që opozita nuk është serioze dhe nuk ka besimin në vetvete se mund të ketë një sukses elektoral.